Homazhet për 71 vjetorin e çlirimit të kryeqytetit shqiptar i kanë shërbyer Tiranës për të siguruar edhe një herë rishtimin në krah të aleatëve të luftës kundër terroristëve ekstremistë. Gjatë ceremonisë ku morën pjesë vetëm përfaqësuesit e SMAIT-s, nuk u përjashtua shkalla e lartë e ekspozimit të Tiranës ndaj sulmeve terroriste. Tonat sigurisë japin në luftën kundër terrorizmit, i cili është e keqja më e madhe që ballafaqohet sot Shqipëria, ballafaqohet sot NATO, ballafaqohet sot Europa, ballafaqohet sot jo vetëm Franca. Vendi i Shqipërisë është gjithnjë në krah të forcave më përparimtare, më progresive, dhe kontributi i Shqipërisë nuk do të mungojë asnjë. Me ngjarjet e Parisit na kujtohet sërish që duhet bëjmë zgjedhje çdo ditë. Ne çdo ditë duhet zgjedhim se cilin qytetërim do të mbështesim dhe ku do të përkasim. Dhe atë vjen mirë që Tirana, ashtu si 71 vjet përpara, është në anën e duhur të historisë. Ditët civilizimi aty ku dhe qytetet lulëzojnë më shumë. Dhe besoj që dhe Tirana dhe çdo qytet tjetër është vulnerabël. Nga një tjetër ceremoni, ish-presidenti Alfred Mojsiu apeloi për shtimin e masave të sigurisë në vend. Ngjarjet e fundit, si pasojë e sulmit terrorist në Paris, që në ato ditën thellësisht të gjithëve tregojnë se nevoja për të rritur kujdesin dhe vigjilencën për të ruajtur arritjet tona është shumë e rëndësishme dhe sot, që ne jemi të lirë. Kur lufta imponohet, është e nevojshme që të tregojmë jo vetëm solidaritet ndaj viktimave të pafajshme, por dhe të jemi suqelët për veten tonë. Në aktivitetet e organizuara nga bashkia, ra në sy mungesa e këshilltarëve të djathtë, edhe pse kryetari Erion Veliaj kishte apeluar për të qëndruar larg politizimit për këtë çështje.